Trupat e forcës toksore shqiptare u nisën orët e para të mëngjesit të së martës nga garnizoni Zallheri drejt qendrës së stërvitjes në Bizë, duke shënuar fillimin zyrtar të stërvitjes së përbashkët Defender Europe 25. Kjo stërvitje ndërkombëtare, një nga më të mëdha dhe më komplekset e dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë, zhvillohet në udhëheqjen e komandës europiane të SBA-s në bashkëpunim të ngushtë me vendet aleate dhe partnere të NATO-s. Shqipëria, si një nga vendet pritëse kryesore, luan një rol strategjik në garantimin e suksesit të operacioneve dhe zhvillimeve të planifikuara. Defender Europe 25 synon rritjen e ndërveprimit mes forcave të armatosura aleate, forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe aftësive për të reaguar shpejt çdo kërcënimi të mundshëm në hapësirën euroatlantike. Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë mbeten të angazhuara për të siguruar një mjedis operacional të suksesshëm dhe për të kontribuar në mbrojtjen kolektive, stabilitetin rajonal dhe paqen ndërkombëtare.